Për ta përshkruar shkurtimisht dhe për ta kuptuar se çfarë do të thotë të ndjekësh një methep, të ndjekësh një rrugë, atëherë duhet të kemi parasysh që të katër dietarët e methebeve, në krye Hanefit, Shafit, Malikit dhe Hanbelit, pra që janë katër shkolla të bravura, këto janë ndryshe si katër lumej që burojnë nga një burim i madh që është Kurani dhe Suneti. Dalin të katërta nga ky burim, rrjedhin dhe derdhja e tyre është në xhenet me lejet e Allahut të lartësuar. Kështu që kushdo prej muslimanëve që zgjedh një prej këtyre lumejve për të lundruar, dije që fundi është në xhenet me lejet e Allahut të lartësuar, sepse të katër këto methebe kanë ndjekur metodologji të ndryshme se si duhet kuptuar më mirë, më bukur ajo çfarë Allahu xhaleshanu kërkon prej nesh edhe Muhamedi alayhi salatu wasalam ka praktikuar.